Faleminderit për ftesën, nësi me qenë në një emision tillë. Dikush shumë nje, dikush së nje. Unë jam Fejm Haliti, doktor, për ndryshe njohin si doktor Fejimi ose Dentfix. Faleminderit. Dua t'ju falenderoj për ftesën dhe kam kënaqësinë dhe nderin të jem në mesin tuaj. Po ashtu dua ta shfrytëzoj rastin ta uroj Altinin për punën e palashme dhe t'ju uroj sukses të ardhmen. Të gjithë ne e dim se është i rëndësishëm zëri shqip ku në diasporë, sidomos për fëmijët tanë, por edhe prania një emisioni shqip në një vend ku malli për gjuhën tonë është i madh. Sikur Altini dhe ne kemi filluar 2010 me shumë sakrifica, me shumë mundim, ku kam filluar vetëm në Podev dhe kam vazhduar po ashtu në vitin 2013 në Prishtinë, dikun me 3 punëtorë, 2015 kemi vazhduar me 12, s'pi vazhdoj me tepru me vite, ku sot Dentfix dhe Carrierfix numrojnë dikun 50 punëtorë në 2 klinikat. Mirë po, kjo nuk është qëllimi cilin e kemi menduar, mendojmë që të rritim edhe me hapin e hotelit që do të përfundojmë rana një muaj e gjysmë ose 2, që të arrim një numër të dikun 60 punëtorë. Dhosh Zoti që t'jemi shëndosh dhe ta përjetojmë këtë sukses të gjithë bashku, se kjo është një kënaqësi dhe për mua posaçërisht se pa ndihmën e juaj nuk kisha mujtë të arrit. Kështu që një falënderim për gjithë bashkëdhetarët të cilët janë jashtë, të cilët e kanë përkrahur në çdo sekond, në çdo moment Dentfix, po tash edhe Carrierfix dhe hotelin Dentfix. Pa dashur të zgjas shumë, mund ta kemi përgatitjen dhe fatin më të mirë në biznes, por mos harroni që respekti ndaj klientëve dhe ndërtimi i raporteve personale me klient janë çelësi i suksesit në biznes. Edhe një herë, dua t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj, paqit një ditë sa më të mirë. Sukses Altin, ju prifte mora gjithëve. Shëndet. Faleminderit.